Qysh herët qytetarët të shumë zum pozicionet e madje pritën goxha gjatë që para tyre të kalonin ata që kujdesën për sigurinë e Republikës. Madje as moti i ftohte me shisë u ahoqi dëshirën për t'i parë forcat mbrojtëse të vendit. Në 18 vjetorin e pavarësisë, pjesëtarët e FSK-s bashkë me ata të policisë marshuan përgjatë rrugës Luan Haradinaj në kryeqytet. Komandantja Supreme e FSK-s, presidenti Vjosa Osmani, tha se par kapacitetet mbrojtëse që ka vendi, Kosova është gati për anëtarësim në NATO. Sot trashëgimtarët e UÇK-s, forca jone sigurisë dhe policia e Kosovës po na bëjnë çdo ditë krenar. Ata e dëshmojnë se Kosova është gati për NATO. Vajzat dhe djemtë tanë në uniform janë dëshmi se ky shtet ka bie e bija të gatshëm të shërbejnë adheut me nder, me përkushtim dhe të kontribojnë edhe për paqen globale. Vetëse për të arritur përgatitjen e gatishmërinë, kreu ekzekutivit Albin Kurti premtoi investime edhe më të mëdha. Ushtrisë sonë i kemi shtuar edhe 5 vendbanime të reja në lokacione strategjike dhe jemi duke investuar në zhvillimin e zonës kryesore të trajnimit në Babajt Bokës në Gjakov, si dhe në ndërtime e infrastrukturë në të gjitha kazermat. Investuam në edukimin dhe trajnimin profesional të personelit ton ushtërak brenda dhe jashtë vendit. Para kalimin e trupave të forcës së sigurisë së Kosovës dhe policisë, krahas një numrit të lartë të qytetarëve, e pa nga afër edhe përfaqësues të korit diplomatik e institucional.